Britania e Madhe dhe 45 vende të tjera europiane kanë miratuar një marrëveshje politike, e cila hap rrugën për politika më të forta ndaj migracionit të parregullt, gjë e cila mbështet idenë e dërgimit të azilkërkuesve të refuzuar në qendra të vendeve të treta, jashtë territorit të shteteve ku ata kanë kërkuar azil. Dokumenti është miratuar në kuadër të Këshillit Evropian, institucioni që mbikëqyr zbatimin e Konventës Evropiane të të drejtave të njeriut dhe konsiderohet një sinjal i qartë se shumë qeveri evropiane po kërkojnë një qasje më të ashpër ndaj krizës migratore. Sipas marrëveshjes, shtetet nënshkruese riafirmojnë të drejtën sovrane për të kontrolluar kufijt dhe për të hapur politika që synojnë frenimin e migracionit të palishëm. Në dokument përmenden modele të ndryshme, përfshirë edhe transferimin e procedurave të azilit në vende të treta, si dhe krijimin e qendrave të kthimit për personat të cilët nuk përfitojnë mbrojtje ndërkombëtare. Një nga modelet që ka shërbyer si referencë është marrëveshja mes Italisë dhe Shqipërisë për ngritjen e qendrave të emigrantëve në territorin shqiptar. Fillimisht të konceptuara për përpunimin e kërkesave për azil, këto struktura po përdoren gjithnjë më shumë edhe për persona që ndodhen në proces deportimi. Marrëveshja sugjeron gjithashtu një interpretim më fleksibël të disa neneve kyçe të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, veçanërisht neni 3, që ndalon torturën dhe trajtimin çnjerëzor, si dhe neni 8, që garanton të drejtën për jetë familjare. Sipas disa qeverive europiane, këto dispozita janë përdorur shpesh nga gjykatat për të penguar dëbimin e personave pa të drejtë qëndrimi. Autoritetet britanike argumentojnë se reforma është e domosdoshme për të luftuar rrjetet e kontrabandës së emigrantëve dhe për të rikthyer kontrollin mbi kufijt ndërkombëtar. Megjithatë, organizatat për të drejtat e njeriut dhe opozita në disa vende europiane paralajmërojnë se ndryshimet mund të dobësojnë standarde ndërkombëtare të mbrojtjes së refugjatëve dhe të krijojnë precedent të rrezikshëm për trajtimin e emigrantëve. Ndërkohë, vende si Austria, Danimarka, Gjermania, Greqia dhe Olanda po shfrytojnë gjithashtu mundësinë e krijimit të qendrave të ngjashme, ndërsa disa shtete jashtë Europës janë përmendur si destinacione të mundshme për marrëveshje të reja migracioni. Debati mbi emigracionin mbetet një nga çështjet më të ndjeshme politike në Europë, mes presionit për siguri kufitare dhe detyrimeve për respektimin e të drejtave themelore të njeriut.